Të nderuar teleshikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pavati i sporteve Cazim Dervishi i Shkodrës, ku po luhet ndeshja e volejbollit për femra në mes Vllaznisë Vendase dhe Teutës së Durrësit Mysafire. Është java e 14 e vlefshme për kampionatin kombëtar të volejbollit për femra, një ndeshje përcaktuese kjo për renditjen e skuadrave në fazën para play-off, ku kemi parasysh të dyja skuadrat kanë një renditje jo të mirë. Nga Vllaznia është e parafundit në vendin e 7 me 9 pikë, e 8 është Lushnja me 0 pikë dhe Teuta është e 6 me 10 pikë, ndërkohë se skuadrat e tjera nga vendi 5 deri tek i pari janë me 18 pikë: Partizani 20, Skënderbeu 31, Tirana 33, Dinamo dhe Pogradeci kryesues 35. Para sot në javën e fundit të fazës së dytë luftohet për një vend në fazën para play-off. Pra luftohet për vendin e 6 që për momentin e mban Teuta me 10 pikë, 1 pikë më tepër se Vllaznia. Po nëse Vllaznia fiton sot, ka një përmbysje dhe merr ajo vendin e 6 dhe futet në konkurimin e para play-offit, por seti i parë po flet më mirë për skuadrën bregdetare nga Durrësi, që në këtë moment e kryeson me shifrat 15 me 20. Shërbimi për ekipin Dursak, Ballçiti ka topin e parë, pastaj sulmi për Vllaznin. Ka një problem me Gjysaria, duket ishte një top i dy fish në lojë, e ka ndërprer lojën, rifillon edhe një shërbimi i numrit 6 të ekipit të Utës. Sume e ka shpërdoruar këtë aksion. Një shërbim i kaluar drejt për drejt jashtë vjeve kufizuese, 16 Vllaznia, 20 Teuta. Shërbimi për ekipin e Vllaznisë përmes numrit 14 Jada. Rimerr topin dhe piken skuadra dursake, shkon në kuotën 21 pikeve ndaj 16 Vllaznisë. Shërbimi është për numrin 1 Luiza Thomas. Të dyja skuadrat kanë në përbërjet e tyre lojtare të huaja. Ballçiti ka topin e parë, Stefani në pasim, por topi është për Teutën. Sërish Mishte Bashe që kapi topin e parë dhe shpërdoron numri 7 i Vllaznisë, Barboza de Souza. Të Vllaznia kemi disa volejbolistët të huaja. Ja dhe përbërja zyrtare e protokollit të ekipit të Vllaznisë është me numrin 3 është Nikole Cicco, përdhijuar me Mariana Ndou, numri 5 Edna Erkoçi, numri 6 Barbosa de Souza, numri 7 Batiste, numri 8, Elira Ruka, numri 9, Brikena Basha, numri 11, Melisa Sinani, numri 12, Jada Al Statekoze, numri 14, Anja Stefani, numri 17 dhe Rajsa Qeraj, numri 19. Aneri pasueset janë dy pasueset, Laura Ballçiti dhe Uerda Kobliku. Taneri Vllaznisë është Dorian Tafa. Shërbimi për ekipin e Teutës, një numri 1 Thomas. Një shëtim i fort i numrit 7 të Vllaznisë, Barbosa Souza. Pika 17 për Vllaznin ngushtohet në 5 pika avantazhi i Teutës, kur ishte më i madh në piket e mëparshme. Shërbimi për Vllaznin e ka kaluar Stefani, përse i Stefani në pas dhe
Vllaznia fiton pikën e radhës sërish për protagoniste është Barbosa de Souza. 18 Vllaznia 22 Teuta. Luhet seti i parë i ndeshjes emocionuese. Vllaznia Teuta luftohet për një vend në fazën para play-off, kur Teuta është një pikë në lartë. Stefani Shënon direkt me të majtën e saj nga shërbimi. 19 Vllaznia 22 Teuta. Moment emocionuese në këtë fund të setit parë. U duk që Teuta po shkonte drejt fitores, por Vllaznia ka kthyer për momentin. I ka ngushtuar ndeshjen rezultatin, por gabon Stefani, nëse me herë të shënoj drejt për drejt nga shërbimi, këtë radhë gabon dhe pika 23 për Teutën që kryeson me plus 4 pikë. Në shërbim është Leandra Matoshi, kapitene e skuadrës. Stefani, Mariana Ndor ka shënuar. 20 Vllaznia 23 Teuta. Shërbimi për numër 7 të Vllaznisë Barbosa de Souza. Shikojmë ekzekutimin e këtij shërbimi. E ka kaluar me sukses sulmi për Teutën që gabon numri 17 Lauren Kabe. 21-23, vetëm 2 pikë është Teuta në avantazh, por janë pikë decisive. Çdo gabim i Vllaznisë është pikë për Teutën. Shërbimi i Vllaznisë. Faste hotimi, por përsëri Vllaznia mban e lojë dhe të shpërdon Teuta. Shpërdoroi Vllaznia, ishte një mundësi e mirë e saj, por pika 24 për Teutën dhe 21 të Vllaznisë. Shërbimi për numrin 8 të Teutës, Romina Adhamani. E kalon shërbimin, Ballçiti mjaft mirë ka topin e parë. Dhe jashtë bloku i Teutës jashtë pas shotimit të numrit 8 Grabatiste. 22-24 për Teutën. Shërbimi për Vllaznin me Mariana Ndon. Jetë një shërbim i kujdesshëm sepse është pika fundit për Teutën. Sulmi për Teutën për pikën e fundit. E vonon Vllaznia ka mundësitë e Teutës. Përsëri Teuta ka mundësi ta mbyll setin e parë fitore. Vllaznia përsëri organizohet dhe nga vija e dytë gabon numri 7 de Souza. Fiton Teuta me shifrat 25-22 setin e parë të kësaj ndeshje. E nisi mjaft mirë skuadra dursake, teksa fiton me shifrat 25-22. Jemi në pritje të nisjes së setit të dytë, ndërkohë bëjmë me dije se takimi po gjikohet nga dyshja arbitrave. Edison Kurti në kull dhe Kastirote Tota në fushë. I deleguar i Federatës Shqiptare të Volejbollit është Petro Feshti nga Tirana në tavolinën e gjyqtarisë, aty ku janë edhe Julet Doniku dhe Bardh Gruda. Seti i parë, si që ndohet të nderuar shikues të Veriu Sport, një ndeshje që po përcillet drejt për drejt nga pallati i sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës. Skuadra dursake arriti ta fitojë ndonse me rivalitet. Arriti ta fitoj setin e parë me shifrat 22-25.
një hap përpara i skuadrës bregdetare për të shkuar në fazën para play-off. Nëse fiton dhe setet e tjerë, gjithë ndeshjen është Teuta që do të jetë në vendin e 6, aty ku është edhe sot në fakt e 6 me 10 pikë, me 1 pikë me pak se sa Vllaznia. Skuadra drusake ka këtë përbërje në protokoll, është me numër 1 Luiza Timbo Thomas, pastaj kapitenja skuadrës Kleandra Matoshi numër 2, Suama Braho numër 4, Logerta Abdul numër 5, Sume Donog me numër 6, Romina Avamani me numër 8, Sejda Malaj numër 15, Lauren Methkab numër 17 dhe Flavia Memova numër 20 së bashku me Liberën. Kolbi Jan Lane, trajner i ekipit të Utës është Edmond Yazëgji, asistent është Marsida Bava. Si shtam takimin po e gjykon dyshja arbitrave Edison Kurti dhe Castillo Tota, i deleguar i Federatës Shqiptare të Volejbollit Petro Feshti. Ditën e sotme janë programa dhe 2 ndeshjet e tjera të volejbollit për femra për javën e 14. Është derbi Dinamo Tirana që përluhet në të njëjtën orë në kryeqytet dhe në Pogradeci Partizani, aty ku skuadra përgatitësare drejtuar me kompetencë nga Shkodrani Minjor Besnik Lisha është padur fituesi 2 trofeve, pak ditë më parë, duke korrur sukses të jashtëzakonshëm me skuadrën përgatitësare. Ka nisur seti i parë me sukses për Vllaznin 1-0, kryeson Vllaznia dhe barazon Teuta pas prekjes së rrjetës nga volejbollistët e Vllaznis 1-1. Rakaj, ka shënuar Rukaj. Lira Rukaj me numër 9 dhe jep avantazhin Vllaznis në setin e dytë. 2-1 për skuadrën Kuqe Blu në setin e dytë, ndërkohë që i pari fituar nga Teuta 22-25. Organizohet Teuta. Gabon numri 8 i Vllaznis Madeline Batiste dhe pika e dytë, barazim 2-2 në setin e parë. Shërbimi për numër 17 Lauren Kabe të Teutës, i fort i shërbim i Batiste. Volejboliste huaj kjo për Vllaznin, cila luan së bashku me Anja Stefani, me Madeline Batiste, Barbosa Suoza dhe Nikola Cico. Janë 5 volejbolistët huaja tek Vllaznia, si asnjëherë tjetër. Shënon Batista Prosri 4-2 për Vllaznin. Pra si sa të ndërruar shikues, 5 volejbolistët e huaj tek formacioni i Vllaznis që nuk mjaftojnë për të qenë më lart se sa vendi i parafundit në renditje, vendi 7 me 9 pikë, duke lënë pas lushin me 0 pikë. Ndërkohë që me lartë në vendin e 6 Teuta me 10, Partizani i 5 me 18, Skënderbeu i 4 me 20, Tirana e 3 me 31, Dinamo e 2 me 33 dhe kryeson Pogradeci me 35 pikë. Gjithsesi, edhe pse renditja është në këto situata, ndeshja në fjalë që po përcjellet drejt për drejt nga Veriu Sport
Është një rëndësie të veçantë, është ndeshja fundit për fazën e dytë, java 14 dhe përcakton skuadrën që do të uajë në para play-off, pra do t'i bashkangjitet 5 vendeve të para që tashmë kanë të garantuar që është Pogradeci, Dinamo, Tirana, Skënderbeu dhe Partizani. Vendi 6 përcaktohet sot. Teuta është më afër, është më pranë, sepse kryeson me 1 pikë më shumë. Në renditje por kryeson edhe me sete 0-1. Rikthehemi në lojë. Topi për Vllaznin, Batista ka shënuar Batiste për Vllaznin. Madelen Batiste numri 8 shënon dhe 5-4 kryeson Vllaznia. Në shërbim është Rukaj. Shënon direkt nga shërbimi Elira Rukaj. 6-4 kryeson Vllaznia. Është më përqendruar, më organizuar dhe më kërkuese në setin e dytë Vllaznia, por ky shërbim i shpërdoruar nga Rukaj ja ul disi ritmin në skuadrës kuqe-blu. 6-5 kryeson Vllaznia. Shërbimi për Dursakët. Një ngecje në tentativë e Stefani dhe vjen pika e radhës, ajo e barazimit. 6-6 e shënuar nga Sume Donokt për ekipin Dursak. Vete ajo në shërbim. Në bloku Dursak, përsëri Vllaznia dhe përsëri Teuta në këtë shërbim që finalizon me numrin 8 Romina Adhamani. Merr kryesimin skuadra Dursake me rezultatin 6-7. Jemi në setën e dytë, kryesimi Teutës 6-7, kryesimi Teutës me sete 0-1. Aksioni për Vllaznin ishte Batiste, është rradha Dursakëve, por të mund Ballçiti, pastaj përsëri Batiste dhe Batiste që mund përsëri. Teuta nuk lejon shënimin e pikës së Vllaznis, ka përsëri Vllaznia mundësinë me Batiste që shënjetra e saj është e gabuar. 6 Vllaznia, 8 Teuta, merr avantazhin skuadra Dursake. Shërbimi për Teutën me Sume Donok, numri 6. Batiste, shëtëra kryesore e Vllaznis, nuk arrin të shënojë, përsëri Ballçiti furnizon Batisten, aty duket i ka orientuar tekniku Tafa lojtarët e tij, por Karral Batiste nuk e kalon me sukses topin dhe pika është për Utën 6. Në lojë është Cico për Vllaznin. Largohet Stefani, Nikole Cico. Ballçiti. Aksioni për Teutën. E ka përmbajtës një shoterja shtatlartë e Teutës. Donok dhe 16 për Teutën dhe pushimi i kërkuar nga trajneri i Vllaznis se Dorian Tafa, kur rezultati është +4 për ekipin Dursak në setin e dytë. 16 kryeson Teuta, kryeson edhe me sete 0-1, kur ka fituar setin e parë me shifrat 22 me 25.
Takimi i cili ka nisur në orën 16 në drejtimin e arbitrave Edison Kurti dhe Castello Tota në tavolinën e gjyqtarisë Petro Feshti, i deleguar i Federatës Shqiptare të Volejbollit. Donokt për të utën ka lënë shërbimin dhe vazhdia kërrall tregohet e saktë është Jada Stackhouse me numër 14 që shënon pikën e 7 për vazhdimin. Shërbimi për Madeleine Batiste. Shërbimi me kryqëzimin e saj organizohet Teuta me numër 1 që ka shënuar Luisa Thomas. Gjyqin e saj në gjithë përpjekjet e duara të ekipit Kuçipyr nuk arrin ta mbajnë në lojë. 7-11 për Teutën në setin e dytë. Një Teutë që kryeson me sete 0-1. Barbosa, numri 7 i vllaznisë, i ka rikthyer. Ose Barbosa që ka rikthyer topin dhe pikën në ekipit të vllaznisë 8-11. Shërbimi për Stackhouse. E kalon shërbimin Vllaznia. Përsëri Vllaznia ka mundësi me këtë sulm, por nuk lejon Teuta që gabon me numrin 6 Donok. Afrohet Vllaznia në minus 2 pikë në diferencë. 9-11. 9-11 avantazhi për Teutën, 2+ dhe ka pretendim trajneri i Vllaznisë Dorian Tafa për një top të luftuar në rrjet, por loja vazhdoi. Shënoi Teuta që kryeson 9-12. Shërbimi për kapitenin Kleandra Matoshi të Teutës. Përsëri Teuta, gabon Teuta me Allamanin 10-12 për Teutën. Përsëri vetëm 2 pikë Teuta plus. Kërkon Vllaznia të mos e lejoj avantazhin me tej të diferencës dursake. Shërbimi për Nikole Cico e shpërdoron. Shikoni teknikun Dorian Tafa që më të drejtë duke projekton as pak mirë. Ishte një shpërdorim i kësaj pike që ndoshta i kushtoi Vllaznisë. Që ka shpret në dizavantazh 10-13. E shpërdoron shërbimin edhe Teuta me Adamanin dhe përsëri plus 2 Teuta, 11-13. Shërbimi për Barbosajn, Soza Barbosajn e Vllaznisë, që shënon direkt nga shërbimi De Soza Barbosaj. Numri 7, 12-13. Vetëm një pikë plus Teuta që Vllaznia me këtë shërbim edhe mund ta barazoj. Barbosaj. Por e kthen topin dhe pikën Teuta. Nuk e lejon Vllaznin që të barazoj, përkundër të çon në plus 2 avantazhin. Organizohet Vllaznia, Barbosaj, por e kthen skuadra dursake që ka mundësi përsëri tashmë të shënoj, por Mariana Ndo dhe
artiste, një blok i suksesshëm, shënon pikën e 13 dhe 14 të utës. Shërbimi për Mariana Ndov, numri 5, ka për krajet e tifozërisë shkodrane për të kërkuar barazimin e rezultatit. Ndov, sulmi për të utën, Vllaznia ka mundësi me Barbosen, por nuk i lejon të uta që kërkon pikën, por përsëri Vllaznia në sulm për pikën e barazimit. Nuk e lejon sërish me të uta dhe është bloku me protagoniste numrin 15, Sejda Malaj, që e qënë përsëri në +2 avantazhin Dursak. 2-3 momente që Vllaznia tenton barazimin dhe të uta shkon në +2. Në rim tek të uta, në loj është Flavia Memolla, largohet Sejda Malaj. Tekniku Edmond Jazegji përgëzon lojtarët e tij duke t'i kënaqur nga paraqitja e skuadrës dhe në ato momente që kryeson me sete 0-1 dhe me setin e 2-13 me 15. Përsëri të uta në aksion. Organizohet Vllaznia. Dursak kanë mundësi, por është Vllaznia që rrikë ngul dhe fiton me Barbosen. Pikën e 14, sërishmi 14-15, sërishmi 1 pikë diferencë. Elira Ruka në shërbim numri 9 për pikën e barazimit nëse kurorëzohet me sukses. Kjo aksion. Vllaznia përsëri ka mundësi që të barazoj, por e kthen bloku dyshi dhe njëshi. Numri 1 dhe numri 2, Luiza Thomas dhe Kleandra Matoshi në blok të suksesshme, duke levën Vllaznin të barazojnë dhe e çojnë përsëri në +2 avantazhin. Shërbimi për të utën, gjyqtari Kullës, Edison Kurti ka diçka në skuadrën Dursake duke për renditjen apo shikojmë se përfshihet edhe gjyqtari i fushës Castillo Tota, ka një verifikim. Gati shërbimi për ekipin Dursak. Barbose, të uta në sulm dhe kalon Vllaznia me ngjecje dhe në loj topi, në loj dhe shkanon Vllaznia me numrin 14, Jada Stackhouse, volejbolistja e huaj e Vllaznis, 15-16, përsëri tenton skuadra kuqblu për të barazuar rezultatin. Disa tentativa radhazi, por pa sukses të shikojmë do të arrit tashmë. E kalon të uta me vështirësi, sulmi për Vllaznin dhe barazim në shifra 16. Me 16 mbes fundi Vllaznia ja arrin qëllimit të barazoj dhe me njëherë trajneri i të utës Edmond Jazegji dhe kolegja ti Martida Balla kërkojnë pushim për të frenuar esurin pozitive të Vllaznis në pikë të fundit, e cila arriti të barazoj rezultatin tashmë në shifrat 16-16. Shikoni të ndëruar shikues të Verio Sport që pëndishti drejt për drejt të ndeshje nga Pallati i Sportit dhe Qasem Dervishi. Sa luftë fort sportive me këtyre dy skuadrave rivale që luftojnë për vendin e 6 për një vend në fazën para playoff. 25 seti i parë për të utën,
Të shpe barazim 16-16. Teuta në aksion. Së në bloku i Vllaznis. Gabon Teuta dhe avantajë për Vllaznin në këtë set 2-6-17 Vllaznia 16 Teuta. Në rëmë tek Teuta, largohet në numër 20 Flavia Memova, në fushë është Sejda Malaj. Në rëmë kokë për kokë mes dy volebolistëve shqiptare. Ndërkohë që në fushë ka dhe volebolistët e Uja dhe vjen pika 18. Bloku sukses mi Vllaznis numër 3 dhe 14 Nikole Cico dhe Jada Stackhaus. Tetë Vllaznia 16 Teuta plus 2 skuadra kuqe blu. Por Teuta nuk vonon dhe shkurton diferencën në 1 pikë, 18-17. Ishte pikërisht Luiza Thomas që shënoi pikën e radhës për Dursaket dhe Vllaznia kërkon, por nuk arrin të shënoj. Shtri Vllaznia ka mundësi me këtë sulm. Balçiti, Cico, ka shënuar Barbosa. Barbosa de Souza ka shënuar 19 Vllaznia 17 Teuta. Shumë emocionues ky set të nderuar shikues të Radio Sport. Sulmi për Teutën. Vllaznia është vendosur dhe mirë organizuar në këtë set të dytë, por edhe Teuta ka të njëjtën pamje që shënon në këto momente duke ngushtuar në 1 pikë avantazhin e Vllaznis, që kryeson në shifrat, barazohet rezultati. Tabela rezultatit seksion 19 me 18, por në një moment u shënuan shifrat 19-19, që dhe unë nuk isha dakord me ato shifra, reagoi Vllaznia dhe 19 me 18 është pikë barazhi zyrtar. Tashmë është i barabartë. 19 Vllaznia, 19 Teuta. Vllaznin ka shënuar Marian Andor. Shtatlartja Vllaznis, një voleboliste e re me shumë perspektive, konsideruar në volebolistët më të perspektive së brezit e saj. Shërbimi për Nikole Cico. Organizohet Teuta, në bloku i Vllaznis për shtri Teuta. Balçiti për Barbosa. Shënon Barbosa. 20 Vllaznia, 19 Teuta dhe 21 Vllaznia, 19 Teuta. Pushimi i kërkuar nga trajneri i ekipit Dursak, pikërisht Edmond Yazegji, kur Vllaznia kryeson me shifrat 21-19 në setin e dytë. Gjendja seteve 0-1 për ekipin e Teutës, që ka fituar setin e parë me shifrat 22-25. Përfundon edhe pushimi të dyja skuadrave, edhe tekniku Dran Tafa
ka dhënë udhëzimet e duhura skuadrës e tij, i kënaqur pa dyshim për momentet mira pozitive që po shfaq Vllaznia në këtë set të dytë. Cico kalon shërbimin, Teuta në aksion. Katërprekje tek Vllaznia. I jep mundësi Teutës të shënoj pikën e radhës. Nisë një Vllaznia, 20 Teuta, sulmi për Vllaznin, Barbosa! Bravo, shumë mirë, ky top i kapur nga Vllaznia që shpërdoret nga Rukaj. Shpërdoret nga Rukaj dhe tashmë kemi sërish baraspesh 21-21 në setin e dytë. Teuta ka shërbimin. Cico për Rukajn që triumfon mbi bllokun 2 të Teutës duke nervozuar teknikun ndërsa këtë mund t'ia zgjidhë. Shikoni si reagim i ashpër ndaj skuadrës e tij për këtë shpërdorim të mundësisë së pikës. Avancon Vllaznia 22-21. Vllaznia ka mundësi ta thellojë me shumë avantazhe nëse është sakt. Nuk lejon Teuta që ka sulmin në radhës. Jashtë kjo gjuhetje e Teutës dhe plus 2 Vllaznia, 23-21. Në shërbim për ekipin e Vllaznisë, Barbosa e Suoza në rim tek Teuta në fushë është numri 5 Laugeta Avdyli, largohet numri 6 Shume Donok përmes kritikave të adresuara nga tekniku jashtëgjisi. Ishte pak kënaqur për 2 momente të fundit të skuadrës së tij. Shërbimi për Vllaznisë De Souza e kalon me vështirësi. Ka faul në rrjet për Vllaznin që ndihmon Teutën. Ka avancohet në 1 pikë, 23-22. Kryeson Vllaznia. 1 pikë diferencë. Shërbimi për Teutën, shërbimi për Vllaznin që ka shënuar Batiste. 24 Vllaznia, 22 Teuta. Shumë pranë fitores të këtij seti nga ekipi i Vllaznisë. Pika fundit, shërbimi për pikën e fundit nga Mariana Ndoçë. Nëse Vllaznia kurozon me sukses, fitohet seti i dytë dhe barazohet rezultate me setin 1-1. Ndau kalon shërbimin. Momenti tashmë për Teutën. Ndau, Cico, një hutim i Vllaznisë për gjithsesi, topi është në lojë dhe shënon Teuta. Momente shumë problematik për Vllaznin kur kishte mundësi ta mbyllë ndeshjen. Afrohet në 1 pikë Teuta. Shërbimi për Seda Malen, rezultati 24, Vllaznia 23 Teuta. Sulmi për Vllaznin për pikën e fundit. Përsëri të ngull Vllaznia me Barbosë që ka shënuar 25-23. Fiton ekipi i Vllaznisë setin e dytë dhe barazim me shifra në sete 1-1. Shikoni çfarë sfidë të ndëruar shikues se 2 skuadrat që rivalizojnë për vendin e 6 për të futur për një vend në para play-off. Barazim me sete 1-1.